Ju përshëndet në letarua, të gjithë kudo që jeni, pa mas, I falenderoj për mesazhet që dëgjuat që isha me kripe dhe dërguat të gjithë nga një mesazh. Ju falenderoj, është mbushur inboxi, kanë vajtur diku 80-90 mesazhe deri tani, por gjithsesi ju falenderoj, ju që e keni dëgjuar. Të gjithë do kalojmë në një grip, sepse është vjesht, është normal, trupi ndryshon, koha ndryshon, të gjitha ndryshojnë. Por në netarua po eth letrat për ditën e sotme, ka hedhur 3 letra, dhe më besoni kanë ardhur letrat më të bukura, sepse ju kam lënë pak pas dore, ju të pëngjes, por kanë rënë letra shumë të bukura, sinqerisht. Ka ardhur asi I monedhës, 6 kupat dhe letra dhe mun. Okej, letra dhe mun. Asi na bekon. Asi monedhës na bekon. Asi monedhës na tregon një dhurat nga Zoti që muajin tetor ne do ta, ose më saktë na paralajmëron për një mundësi shumë të fortë në jetën tonë nga ana monetare. Okej, është një mundësi për jetën tuaj, është një mundësi që mund të jetë dhe një lidhje dashurie, mund të jetë një lidhje që mund të rritet ngadalë. Okej, janë ca dashuri që lidhen në mënyrë shoqërore në fillim, pak nga pak, e më mbrapa e forcon dhe e krijon në një marrëdhënie afatgjatë. Këtu të thosha me këtë letër që kjo marrëdhënie do bëhet e qëndrueshme, ose dikush mund të marrë një udhëtim ose një projekt dhe tregon drejt të ardhmes një stabilitet. Çfarëdo që nis në muajin tetor, nga nesër në mëngjes, ose nga sot në orën 12 natës, e deri në fund të tetorit, çdo gjë në jetën tënde I ka rrënjët e forta. Dhe të thella sigurisht, sepse është diçka afatgjatë. Okej? Këtu shikoj një dashuri të vjetër për disa, 6 kupat. Më tregon që ti je duke u bërë kujtime, duke kthyrur shpirtin tuaj binjak, duke treguar me veten tënde gjërat, momentet e bukura, sikur të jam fshirë ato energjitë negative, ato mendimet negative, çfarë të ka thënë, çfarë të ka bërë, por nga e kaluara të tregojnë që është dikush që po vjen, është dikush, një person që ka ndjenja të thella për ty akoma. Shikoj që ky person të tregon që do rikthehet dhe një herë në jetën tënde, po do rikthehet ndryshe këtë herë. Ndonë se ti këtë moment mbase. Nëse nuk është një person që ti thua unë natar apo unë jam single, të kuptoj, por mund të jetë dhe një person që është një shpirt I njohur për ty. Është një person që ti e njeh shumë mirë. Një shpirt binjak që është duke kërkuar në hapësirën tënde. Ose është një lidhje karmike që të bën të ndihesh e lumtur në shtëpi me të. Dhe më tregon që kjo është një energji e ndjenjave të tua, është një energji që është nga e kaluara, është një energji e njohur për ty, një energji që ka ardhur shumë avash në jetën tënde, sepse po ta shikosh, zonja mbi të ka hipur mbi breshk. Breshka ecën shumë avash, ama ecën me stabilitet. Por këtë herë rënjët I ke më të forta, sepse ke asin e monedhës. Dhe kjo të jep një kuptim shumë të fortë. Okej, ka sekrete në jetën tënde, do dalin në dritë të gjitha këto sekrete, të gjitha këto ndjenja që po shfaqen. Dhe ti je duke u përgatitur, po ta shikosh, je duke u përgatitur për një kapitull të ri në dashuri. Për një person të jetë I ndershëm, të jetë I qëndrueshëm, të jetë më I thellë, të bëj ty të përjetosh atë që s'ke përjetuar më përpara. Do me thonjë që ky person ka momente që të vjen në mendje. Por, me sa shikoj, duhet të përqendrohesh, të përfundosh detyrat që ti ke lënë pezur. Ditën e sotme që është data 30, që nesër që është data 1, të marrësh ide të reja dhe të sjellësh në jetën tënde sukses, lek, gjithçka. Fillo nga gjërat më të vogla që ke shtyr. Merr 5 minuta pushim dhe mendo çfarë kërkon ti. Çfarë nuk të shërben që të ka lodhur muajin shtator. Dhe mos e detyro veten, sepse këtu shikoj që ti përkushtohesh sot që ti japësh fryte këtij personi. Por,
sipas energjive, këtu shikoj që është energjia e të dashuruarve, është 6 kupat. Okej, është një rikthim. Dhe ka ndjenja të forta ky person për ty. Pra mund të mos tregoj hapur si person. Mund të jetë një person që ka të egon e tij, ka dilemat e tij, nuk tregoj ti hapur brenda vetes. Dhe shikoj që ky person ka ndjenja që lidhet me ty në fakt. Por nga ana shpirtërore, shikoj që jeni të dy karmik. Çdo me thënë kjo që ti tani me veten tënde je konfuze. Okej? Dhe ai është, do me thënë, dhe ai në të njëjtën kohë, në të njëjtën situatë jeni të dy të njëjtën gjë. Jeni konfuz. Mendon të afrohet? Apo a do më fal? A do më pranoj? Mos është shumë vonë? Mos e kam lënduar shumë? Çfarë ndjen? Me 6 kupat. Ai do afrohet përsëri, sepse jo me një herë sot që flasim, por mund të afrohet tetor nëntor. Pra, kjo lëvizje që ai person po bën sepse ka 6 kupat, okay? E bën sepse kërkon të justifikohet, kërkon me fjalë të buta të gjejë një justifikim. Dhe të shikoj që e pret ti, ja akoma për ta ty, akoma, po jo. Mesazhi në Taros është që ai person nuk është i qetë pa ty. Ai e di që lidhja jote me të është e thellë. Dhe e kërkon këtë gjë nga ana shpirtërore. Por ka frikë të përballet sepse ti je një femër e fortë. Ti je një femër që ose një mashkull që di të përballesh me ndjenjat. Kurse ai ka frikë ndjenjat. Ai nuk e pranon ndjenjën që ndjen për ty. Dhe atë e bën të ketë frikë. Çfarë bën universi tani? E shtyn drejt teje. E sjell drejt teje. E qas. Por i thot, në qoftë se je i ndershëm, do të vesh. Në qoftë se jo, vazhdo rrugën. Prandaj, mos i shkruaj ti e para. Në qoftë se ai person të shkruan, lëre. Lëre. Mos i shkruaj ti e para. Lëre të ri larg. Okej? Sepse ai do ta ndjej vetmin tënde. Sepse ata e ndjejnë në kur ju bëni si të çmendura. Ata e ndjejnë në kur ju bëni si toksik. Si ke përshë që e dua unë këtë gjë. E dua tani dhe s'ka. Jo. Lëre energjinë e tij të lirë. Lëre personin të afrohet vet. Lëre ta gjej rrugën vet. Okej? Sepse nëse ai s'ka guxim, s'ka për të ardhur. Por ti je ajo që duhet të bësh një larje e sapesh me veten tënde. Çfarë të shërben dhe çfarë jo. Gjithsesi, ky parashikim dhe këshilla e Nëna Taros është për ju ditën e sotme. Mos trego vetes tënde stres dhe mos u përgatit për gjërat të vjetra. Përgatitu për një fillim të ri që lidhet me dashuri ose me një shpirt që të kupton, të do dhe të jep rrënje të forta. Pra, sekretet një ditë të dalin në shesh, sepse këtë ka ardhur dhe mund. Dhe deri në datën 18, shumica nga ju, doni apo s'doni, do dalin disa gjëra që si keni menduar, sepse i keni pasur në heshtje. Janë sekrete, janë gjëra që nuk të ka shërbyer më. Unë uroj dhe i besoj intuitës time që shumica nga ju do t'i hapni rrugë vetes tuaj për të ecur përpara, jo për t'u kthyer mbrapa. Kjo ishte për ditën e sotme. Ju përshëndet në Tarot, kudo që jeni. Ditë mbar.